Shiaku ka zgjedhur vajzën dhe djalin më të bukur të qytetit në një mbrëmje festive që mblodhi bashkë të rinjt dhe komunitetin. Edicioni 7 i Miss dhe Mister Shiaku solli në skenë 40 konkurrent, në një mbrëmje ku nuk munguan emocionet, muzika dhe dëshira e të rinjve për të përfshirë dhe për të treguar veten. Me mbështetjen e Bashkisë së Shiakut, eventi u zhvillua në një hapësirë ku të rinjt patën mundësi të fitojnë eksperiencë, vetbesim dhe të promovojnë talentin e tyre para publikut, ku kurorën e rëmbeu Sara Bachova, 17 vjeçe, dhe Ergjys Kadiqi, 18 vjeç, të cilët do të përfaqësojnë qytetin në eventin kombëtar Miss dhe Mister Turizmi në Peshkopi. Nën kujdesin e producentis Muzejen Konduri dhe stafit organizator, eventi synoi jo vetëm spektaklin, por dhe përfshirjen e të rinjve në aktivitete kulturore dhe artistike në një zonë ku iniciativa të tilla mbeten të rëndësishme për jetën sociale të komunitetit.